Deri më sot nuk e kemi ditur se uthulla e mollës kuron një problem që prek moshat mbi 40 vjeç. Zgjidhni njërin nga recetat e mëposhtme dhe lehtësoni dhimbjet e padurueshme. Nëse vuani nga nyjet, e dini që mund të përdorni edhe recetat alternative si një ndihmë fantastike kundër këtyre shqetësimeve. Ju mund të kombinoni gjithashtu recetat që do të paraqesim në këtë video dhe do të lehtësoni shqetësimin tuaj. Mënyra më e mirë e zbutjes së nyjeve gjithashtu edhe të shenjave nga artriti është ndryshimi i mënyrës së jetesës, duke përfshirë edhe mënyrën tuaj të ushqyerjes. Gjithashtu mund të përdorni edhe mjete të mjekësisë popullore, ndërkohë që njëra ndër to është edhe përdorimi i uthullës së mollës. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Uthulla e mollës gjithashtu është e shkëlqyer edhe ka treguar se është një armë shumë e rëndësishme kundër dhimbjeve të nyjeve. Uthulla e mollës në veçanti është e pasur me antioksidantë të fuqishëm, të cilët ndihmojnë në pastrimin e organizmit nga helmet dhe lehtësojnë gjithashtu edhe problemet e kyçeve. Mënyra e përdorimit të uthullës së mollës në dhimbjet të nyjeve është në këtë mënyrë. Mund ta përdorni në formën e dushit. Përzjeni një gotë uthull molle në 6 gota me ujë, në të vendosni këmbët për të paktën 30 minuta. Nëse keni dhimbje në pjesën e qafës ose në pjesë të tjera të trupit, vendosni kompresa në vendin ku keni shqetësime. Kështu lehtësimet që do të merrni nga kjo recetë do të jenë fantastike. Mund ta përdorni uthullën e mollës gjithashtu edhe në formën e fërkimit. Përzjeni 2 lugë supe uthull molle në 1 lugë supe vaj ulliri. I përzjeni masën e krijuar e fërkoni edhe gjithashtu në nyjet ku keni dhimbje. Fërkimi i rregullt me këtë recetë ju ndihmon në lehtësimin dhe problemet të cilat mund t'ju kaplojnë në shëndetin e nyjeve. Përdorimi i kësaj recete në kushte shtëpie mund t'i japë zgjidhje fantastike kundër shqetësimeve që lidhen me shëndetin e nyjeve dhe të kockave. Shija dhe aroma e uthullës së mollës mund të përbëjë një faktor pengues edhe për vlerat e këtij produkti, por pavarësisht aromës dhe shijes, uthulla e mollës përshkruhet si burimi i rinisë së përjetshme. Studime të ndryshme të cilave u referohemi konfirmojnë se pirja çdo ditë e 1 lugë çaji uthull molle mund t'i sjellë shumë të mira trupit tuaj, por nuk duhet të pihet asesi e patretur në ujë. Uthulla e mollës ka një përmbajtje të lartë acidike, ndaj mund të shkaktojë djegësira në zonën tuaj të fytit. Përpasoj nuk rekomandohet që të pihet menjëherë direkt nga shishja. Ekspertët thonë se uthullën e mollës duhet ta tresni gjithmonë në 1 filxhan me ujë. Ato sugjerojnë gjithashtu tretjen e 1 deri në 2 lugëgjedhe uthull molle në 1 filxhan me ujë. Por çfarë do të ndodhë me organizmin tuaj nëse pini çdo ditë uthull molle të tretur në ujë? Do të keni më pak probleme me shqetësimet e stomakut. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur gjithashtu me fibra që mbrojnë shëndetin e stomakut. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë gjithashtu edhe si një laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë për shembull konstipacioni. Do të përmirësojë edhe nivelin e pH-it. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pH-it, veçanërisht të lëkurës, gjithashtu edhe të flokut. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flokun tuaj. Dhe në mbrëmje mund ta tresni edhe në ujë edhe mund ta konsumoni në forma të ndryshme. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për shëndetin tuaj të organizmit, që shpesh mund të dalë jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Uthulla e mollës gjithashtu është një lehtësuese e sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës do të ndihmojë në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit në gjak, efekt që zgjat deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni 1 lugëgjedhe uthull molle në 1 gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Ndihmon gjithashtu për të rënë nga pesha.
Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës do të ndihmojë në paksimin e depozitave dhjamore dhe gjithashtu mundësinë për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës është një mundësi e rëndësishme për të shtuar në dietën tuaj. Ajo përmban elementë të ndryshëm vital të cilët do të bëjnë ndryshimet edhe në dietën tuaj. Është provuar shkencërisht se uthulla e mollës ofron një sër përfitimesh, kryesisht ndaj kujdesit të lëkurës. Përveç trajtimit të akneve, zhbokthit, djegjeve nga dieti, uthulla e mollës trajton gjithashtu edhe problemet të halitozës, erës së pakëndshme të gojës. Ajo do të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Pak uthull molle në mëngjes ekuilibron pashën e stomakut duke lehtësuar tretjen e ushqimit. Në të njëjtën kohë zvogëlohet fryrja e barkut dhe parandalohet zbatitja e acideve si rezultati i tretjes së përmirësuar. Ajo do të ulë nivelin e sheqerit në trup. Një studim i Universitetit të Arizonës zbuloi se njerëzit që pinë 2 lugje dhe uthull molle në një ushqim të lehtë kishin nivele më të ulta të sheqerit në gjak se ata që pinin ujë të thjeshtë për të njëjtin ushqim. Forcojnë në sistemin imunitar. Për shkak të aciditetit të saj, uthulla e mollës shkatërron bakteriet që hyjnë në trup përpara se të shkaktojnë ftohje ose koll. Do të rrisë nivelin e energjisë. Ka veti alkaline të cilat ndihmojnë në trupin të rrisë nivelin e energjisë në mënyrë që të jeni më aktiv. Detoksifikon shëndetin e mëlçisë. Një lugje dhe uthull molle në mëngjes ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë pasi largon toksina dhe substancat e tjera jo të shëndetshme të cilat grumbullohen në trupin tuaj. Uthulla e mollës ka shumë vlera të larta shëndetësore, megjithatë, përthithja e tyre nga organizmi varet shumë nga mënyra e konsumit të uthullës së mollës. Disa prej mënyrave të konsumit të uthullës së mollës mund të jenë të dëmshme për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës gjithmonë duhet të tretet në ujë përpara konsumit. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kurrë pa u tretur në ujë për shkak të aciditetit të lartë që shkakton dëme në ezofag dhe në stomak. Mënyra e duhur për ta pirë uthullën është ta tresni në ujë të shtoni gjithashtu edhe një zgjidhje efektive, por kur ta tresni në ujë uthulla duhet të pihet nëpërmjet një pipze dhe më pas të prisni 30 minuta dhe të lani dhëmbët me furçë. Mos e pini uthullën pas buke. Nëse keni zakon që të pini uthull molle pas buke, atëherë është koha të ndryshoni rutinën tuaj. Me kalimin e moshës, njerëzit pësojnë edhe një paksim të lëngjeve gastrike, të cilat shpesh mund të shpërbëjnë ushqimin në stomak. Për rrjedhoj, uthulla duhet të tretet në ujë dhe të pihet përpara vaktit në mënyrë që të përmirësojë tretjen dhe të shmangë fryrje dhe probleme të tjera. Nëse nuk pini dot, atëherë hidhni uthull molle në sallata dhe do të jetë më e lehtë për të marrë vlerat e saj në dobi të trupit tuaj. Nëse keni zgjedhur të përdorni uthullën e mollës në dietën tuaj, tregoni kujdes të madh me sasinë. Gjella me krip dhe kripa me karar, thot populli, dhe kjo shprehje vlen edhe në rastin e uthullës së mollës. Nëse doni të filloni një regjim ku përfshihet konsumi i uthullës, është mirë që ta nisni ngadalë dhe të jepni trupit kohë dhe mundësi të përshtatet me aciditetin. Rregulli i artë është që nuk duhet të pini më shumë se 2 lugë uthull për çdo herë, në mënyrë që të mbroheni nga efektet anësore. Mos pini uthull molle para gjumit. Këshillohet që të mos pini uthull molle para gjumit. Edhe nëse e tresni në ujë, ajo vazhdon të jetë dëmshme për ezofagun, veçanërisht nëse qëndroni shtrirë. Njerëzit duhet të qëndrojnë në këmbë për 30 minuta pas konsumit të uthullës së mollës, në mënyrë që të mbrojnë edhe shëndetin e ezofagut të tyre. Uthulla e mollës nuk duhet të pihet kur keni ulçera të stomakut ose probleme të ngjashme të tretjes. Uthulla e mollës do të ketë nivele të larta të acideve në stomak dhe mund të jetë gjithashtu një dëm më i madh për ata që kanë këto shqetësime. Nëse vuani nga ulçrat e stomakut, nëse keni një stomak të ndjeshëm dhe probleme të ngjashme, tregoni të kujdesshëm kur doni të shtoni në dietën tuaj uthullën e mollës, pasi mund të nxjisë një sër efektesh negative dhe të krijojë gjithashtu edhe shqetësime të mëdha në sistemin tuaj tretës, citoi studimi. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.